Atëherë të nderuar përfaqësues të mediave, qytetarë të dashur të Republikës Kosovës, ajo që ka ndodhi sonte në Kuvendin e Republikës Kosovës nuk është dashur të ndodhë, është një gabim i madh. Sot ajo ke bërë një shkelje të madhe kushtetuese. Ajo që sot kryetarja e Kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentes ndërmori është pas një dyshim, një goditje e rëndë që është bë rendit kushtetues, që është bë Kushtetutës Kosovës, duke nisur një seancë plotësisht në kundërshtim me rregullat, të cilat janë mirë përcaktuara, ku një seancë për zgjedhjen e presidentit do duhet të kishte prezencën e 2/3. Kjo situatë kaq serioze, kaq e rrezikshme për demokracinë e vendit, pas një dyshim është cenim i rendit kushtetues dhe një tentim grushteti. Për Aleancën për Armiqnë e Kosovës, ky akt shënon jo vetëm një ndër shkeljet më të mëdha kushtetuese, po të njëjtën kohë edhe sulmin më të madh që është bë Kushtetutës së Republikës Kosovës. Aleanca në këto rrethana do t'i marrë gjitha veprimet e mundshme që të parandaloj një veprim të tillë. Ju faleminderit. Do të merrim pjesë nesër në seancën e thirrur në orën 10 nga kryeparlamentari Albulin Haxhiu. Dhe cilat janë veprimet? Aleanca e ka përcjell me kujdes sot këtë seancë, edhe është sill konform rregullit demokratik. Kjo që ka ndodhur sot është puç, është cenimi i Kushtetutës dhe në këtë veprim antikushtetues ne nuk marrim pjesë. Ju faleminderit.